njerëzit që këtu e mbledh, që to na bojnë mundi shumë krenar për ta, që na jep një shtysë që mos me harru veprën jetën e tina, që me ndjek hapat e tina për liri, për shtet, për gjithçka tjetër. E kujtojmë si njeri i veçantë, veprimtar, ka mgullës në aktivitet, besnik, i pamposhtur për gjithkujt, po dhe i dashur për të gjithë. Ne aktivitet kryesor kemi pas financimin e shkollave, arsimtarëve, shëndetësisë, të informimit, sektori për informim ka funksionuar atëherë, edhe asistenca sociale për njerëz nevojë. Këshilli është themeluar me 20 prill 1991. Që nga ajo kohë deri në 1998 kemi deri në luftë, kemi punu bashkë, e kam pas krah djathtë. Ka qenë shumë besnik, shumë punëtor, shumë veprimtar i mirë. Ai nuk është dështuar asnjëherë. Edhe kur e kanë marrë policia, kur e kanë pyet kush i mban dokumentacionet, ka thonë majone. Faktikisht i kam marrë unë. Edhe kush se ka ditë si i kam marrë unë. Po krah djathtë e kam pas Gjevatin. Unë vetëm kom shkru. Paratë mbledhura i ka numëruar Gjevati edhe i ka shkep Gjevati. Pra aty ku jem mbledh edhe aty janë shkep. Njëjtën ditë. Më thonë, kemi raste cilat i kujtojmë me ta kur kemi dalë në aktivitet. Ato s'ka mujtë me prit kush, se ka qenë jarreshëm, ka qenë bashkëpunus, e ka dash gjithkush, i madh i vogël, i ri, biznese, ka kemi shku, ai ka qenë i qeshur, i buzëqeshur, po dhe konkurs. Unë jam Ilet Iberisaj, djali i vogël i Gjevatit, fëmija i tretë. Në babajn e kujtojmë kohën, unë pak e majnë mend kohën e aktiviteteve tina, si fëmija i tretë, që thash edhe pare, pak e majnë mend mirë, po pe rrethit, pe shoqënisë tina, që asnjë moment nuk e kanë lënë vetën edhe në kohën mbas luftës. Fjalët për ta njerëzit që këtu e mbledh, që to na bojnë mundi shumë krenar për ta, që na jep një shtysë që mos me harru veprën jetën e tina, që me ndjek hapat e tina për liri, për shtet, për gjithçka tjetër. Në Gjevatin jemi rrit. Kemi qenë edhe në gjenerat. Në realitet ai ka qenë një vit para mie, por jemi rrit ashtu. Gjevati ka qenë një njeri i dashur, plot respekt, i ndershëm, punëtor, besnik. Gjitha karakteristikat e një njeri të mirë Gjevati ka pas. Gradualisht me kohën, duke rritur, duke filluar në aktivitete të ndryshme atëherë të kohës, kuptohet, kanë qenë kohëna të vështira, ishim si gjimnazista. Dhe në lindi ideja me formu një shoqëri që kishim andër me pas Arbëria, e pagzu me emrin Arbëria, aty ishte Gjevati, Enuz Moshkolla, ishte Isaj Berisa, Abdullah Gjikoka, një grup i shokëve që fillum me punu, me marrë do aktivitete, e të gjitha ato i shkrim, i arru me emrat tonë, i shkrim në emrin Arbëria. Ashtu vazhdojmë edhe një kohë shumë gjatë, derisa erdhi viti 81. Në vitet 1981 fillon disa aktivitete, disa lëvizje gjithë popullore. U formu komiteti i Glloxhanit në krye me Ismail Aradina e tjerë. Edhe si grup që ishim, ju bashkangjitëm. Morëm disa, si thush tash koordinata, kush është në ato aktivitete, edhe kishte në Gjelona Gjikokaj, Hateme Gjikokaj, Nasim Haradina e shumë shok tjerë, Selim Bozdaraj, kështu që u kyçem në atë aktivitet. Morëm disa dektyra konkrete, e bo shpërndamin e disa pamfleteve të kohës atëherë, edhe shku me Gjevatin, me Januzin, me Isaj Berisën, i morëm ato të i quajtur Arabinoka, atje na prit Nasim Haradina, Is Zheli. Funksioni jon ka qenë në treshe. Do me thonë treshe nifte treshin e vet. Treshin tjetër kish mundësi me njoh vetëm njeni. Se ashtu ishte organizuar për shkak mos mu dekonspiru eventualisht. Morëm ato pamflete, vazhdum, i shpërndam. Ashtu sa mujtëm. Misioni ka qenë pak i mushën edhe me roje, me çka po diun policia ka qenë këtu, po ja arritëm qëllimin. Mas një kohë arrestohen. Na dërgojnë. Kërkohej shumë prej neve, kërkonin
bashkëpunëtorë tjerë, shokë tjerë, përfundum besu në Gjevati, edhe e kalum një kohë. Mandej pas lirimit, fillu në avazet e vjetra, jo me i përjashtu, se u përjashtosh njerëz prej fshatit, kështu që kanë qenë kona të vështira. Nuk ka qenë lehtë, po kështu vazhdum deri në fund gati. Në batin, çfarë më thon, ka qenë njeri i mirë. Pas një kohë, në vitet e 90-ta, mas suprimimit të autonomisë Kosovës, Gjevati u aktivizu në Këshillin e Financimit, që ka dhënë një kontribut shumë të mundshëm me shokët e bashkëpunëtorët e kohës, deri në luftë. Filloi lufta, Gjevati ishte shumë aktiv, ishte njëri që ka dhënë shumë, ka qenë edhe i ka motivu njerëz për me ju bashkangjitë edhe luftës edhe gjithë aktiviteteve. Gjevati ka qenë njëri shumë gëllor.